Fëmi, jemi në orën e detyrave dhe sot kemi prap pjesë nga historia jonë për të vizatuar. Mirë, pritë se të ndihmoj edukatore. Kemi pjesë për të vizatuar nga historia e muajt Iriçi dhe Mollët. Shko ati janë ajdi, shko ati ke vondi. Dhe edukatorja ju ka formuar një vizatim ku Iriçi, përveç se mori mollë për të ngrënë për vete, gjeti mollë për vete, i mori mbi shtëpinë edhe shokëve mollë për t'ia çuar për t'i ngrënë, se edhe ata ishin pa ngrënë. Dale, kujdes, vazhdojmë, bravo, vazhdo, shkrimin e ke bërë bukur. Dhe aty edukatore sot ju kam shkruar ulu Gjoili një herë. Ulu Gjoili, ulu ke vendi. Gjoili, ulu ke vendi. Gjoili, të lutem, ulu ke vendi. Dhe sot edukatorja ju kam shkruar fjalën shokët. Shokët, sepse Iriçit i vajti në mendje që edhe shokët ishin pa ngrënë. Dhe ju çoi mollë duke i ngulur në gjëmbaçët e tij mbi shtëpinë. Sepse në gojë ai mante vetëm nica, edukatori ishte i vogël dhe me zgjuarsinë e tij u rrotullua dhe nguli mbi shtëpinë shumë mollë edhe për shokët e vet. Mirë, vazhdojmë. Bravo shkrimin, e mbaroi bukur Alea. Bravo, vazhdo edhe Medina. Bravo, ti ke ngjyrosur vetëm gjethet, të vazhdosh të ngjyrosësh. Prit, ule Gjoili ta shoh edukatore as letën. Ule. Mirë, mollët, po ngjyrosin gjitha mollët, si ke ngjyros mollët aty poshtë, shive këtu Gjoili. Edhe këto mollët këtu, ngjyros edhe këto mollët këtu. Dale, bravo edhe Perla, bravo, ke shkruar bukur, bravo Casey. Pritshoj duaj, bravo Tiani, vazhdo. Bravo edhe Amelia, vazhdo. Bravo edhe ky Alkisi. Dale çojmë, bravo dhe Ismaili. Dale. Bravo Geri. Bravo edhe Amari. Bravo. Dale çof Raidenit, çof edukatore, largoj pak dorën. Bravo dhe Raideni. Bravo. Deri tani e keni shkruar fjalën bukur. Bravo. Tash vazhdojmë të ngjyrosim histori.